Vaj batani e mirë miletit, anës detit, anës dritës papar, anës sofrës i pangrën, anë dijes i panzën, la kuriq, la i tregosur, trup e shpirt i sakatosur, se që shëmp në derbederët, mercenarët dhe bejgjerat, se që shtyp në jabangjin, se që shtryth në fajtëgjin, se që prem, e se që vran, që shkretuan anë e mban në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës bunës, qirem, digjem i vrerosur, sakatosur, qarmatosur, as i gjallë, as i varosur. Pres një shenjë, e pres një dritë, pres me vjetë, e pres me ditë, se që tera, se që mpaka, se që qora, se që plaka, larkë, prej vatrës dhe prej punës, anës limit, anës tunës, qakërtisur, batërdisur, përpëllitur dhe zalisur, ndëroj, pa fund, pa shpres, anës epës, anës spres. Dhe një zë vëngon nga lumi, më buqet, më zgjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani le betitet, se përcet, kërcet fortuna, fryet vjosa terë dhe buna, skuqet semani dhe drini, driv dhe beull dhe zengjini, se pas vdekjes, driti jena, dhe kudo gjëmon trumpeta, ngrevuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, katundare punëtor, që nga shkodra gjerë në vlorë, ky ilaç e ky kushtrim më të djarë, më të drim, mirë forcë e mirë shpresë, anës epës, anës presë, se pas dimrit vjen një verë, që do të kthehemi njëherë, pra në vatrës, pra në punës, anës vjosës, anës bunës. Paratisur, syrgjynosur, raskapitur e katosur, prohoras me besë e shpresë, anës epës, anës spesë. Falenderit gjithve që keni ardhur përsëri sot për t'i treguar këtij pushteti që ne kemi seriozisht dhe nuk do të ndalemi. O ne, o ti! Sot ka ndodhur një ngjarje e madhe që lidhet me protestën. Në Parlamentin Evropian sot është thënë qartë që ligji për zonat e mbrojtura duhet amendohet, duhet kthehet mbrapsht. Dhe kjo nuk është një fitore e vogël, kjo nuk është as rasti, kjo nuk është as dhuratë që na vjen ne. Kjo është ajo kërkesë që ne kemi bërë prej ditës parë dhe arritëm fitore. Ama ne e dim që as nuk mjaftohemi e as nuk mund të kënaqemi me kaq. Ne këtu me të vërtet kemi dalë për amendimin e ligjit për zonat e mbrojturave. Me të vërtet kemi dalë për Zvërnecin. Me vërtet kemi dalë për Rjollin ditët e para. Ama prej ditësh duhet I themi gjithë botës që në këtë shesh kërkohet tërheqja e kryeministrit.
Prandaj, kjo fitore le të jetë vetëm hapi i parë drejt fitores madhe dhe jo fitore në vetvete. Ne do t'jemi këtu derisa ata që e kanë katandis situatën dhe vendin këtë pikë të përfundojnë prapa hekurave. Përsëri, si partit ju kërkojmë organeve drejtësisë hetim për kryeministrin. Ramanburg, Berishamburg.